Prezantojmë një projekt që është në kuadër të Kryqit të Koq, promovimi i vlerave humane. Kjo nuk ishte një orë e zakonshme për nxënësit e klasëve të 10 dhe të 11 të gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë. Ata ishin mbledhur për të parë një film të realizuar nga vetë nxënësit në kuadër të projektit Promovimi i vlerave humane të organizuar nga Kryqi i Kuq. Vazhdojna me vajzën tjetër shumë mirë klasë. Temë qendrore e filmit ishte parandalimi i dhunës, një mesazh që vjen fuqishëm nga të rinjt për të rinjt. Ky projekt i dha mundësinë nxënëses Hana Limani të shpreh kreativitetin e saj përmes një filmi të shkurtër, në të cilin ajo gjithashtu interpretoi si aktore, duke përquar një mesazh të fortë kundër dhunës në shoqëri. Këtë film na kemi qenë pjesë e njënës prej grupeve të Kryqit Koq, dhe me thonë aksion kundër dhunës, edhe njëna prej aktiviteteve ose diçka që kena dosh me shfosh dhe me thonë me ndërprej dhunën, kemi dosh me bosi një film për me shfosh dhunën në shoqëni ma shumë shfoshet në film, ku na kam propozu edhe profesorisha tona që na me bo një film, ku edhe unë jam aktore në pjesën tjetër, ku na ka ndihmu shumë edhe kjo pjesë, edhe kam pas idenë që nështë kishin kuptu shumë ma shumë të rinjt me po përmes një filmit, diçka ma atraktive. Shohim dy vajza të reja, ku janë shumë të mira me mësim, edhe pastaj njëna për vajzave, në këtë rast une, shoqënona me një grup që janë pak ma të lasdrum, dhe me thonë është, edhe ata më shtin mu në rrugë pak ma të këqija, edhe kjo edhe me një onë edhe të regon që du të me pas kujdes në shoqëri, dhe me thonë me këmbë shoqëromi, ku edhe në këtë shoqëri shfaqet dhuna që bëhet në shoqëri ndaj meje. Për mu nuk ka qenë shumë e vështirë, kë është filmi i 5 që po e gjiroj, këta e kom marrë përsi për vetë me bo, e kom bu skenorin vetë, regjisimin e filmit vetë, edhe editimin në fund filmet e kom bu vetë. Ka qenë pak sfiduese mi bo këtë këto vetë, po ka qenë edhe si një sfidë për mu, që nështë me testu vetën a është kjo që vëdu nështë edhe me vazhdu në të ardhmen, po sa i përket vetës nuk ka qenë fort e vështirë më mirë me këta. Sipas profesoreshës Arbenita Vokshi, përgatitjet për filmin ishin një detyrë që u morë seriozisht nga vetë nxënësit. Tema u konsiderua shumë e rëndësishme, sidomos për shkak të rasteve të shumta të bullizmit që ndodhin në rrjetet sociale. Promovimi i vlerave humane është një nga projektet e Kryqit Koq, në të cilin dhe shkolla jonë po merr pjesë. Në kuadër të kësaj i kemi 4 projekte që po realizojmë. 2 janë aksion e komunitet, një aksion kundër dhunës dhe një është aksion interkulturor. Në mesin e tyre pra është ky kundër dhunës të cilin sot e prezantuam, një film të cilin e kanë xhiruar nxënësit në mënyrë që të vëdësojnë gjeneratat e reja sepse kundër dhunës. Dhunën, siç po e shohim nga rrjetet sociale, nga mediat, shumë që është në rritje e sipër, andaj edhe nxënësit kanë marrë përsipër me realizu një film që të vëdësohen edhe këta edhe gjeneratat e ardhshme lidhur me dhunën që çka shkakton, edhe ta parandalojmë sa më shpejt. Ka qenë mirëpritur në disa klasë dhe bile ishin shumë të çuditur, të habitur nga ajo se nga ka ardhur ajo ide, sepse ju ka pëlqyer shumë. Filmi me titullin Një hap larg nuk do të mbetet vetëm brenda mureve të gjimnazit. Nxënësit kanë planifikuar që ta shfaqin atë edhe në shkolla të tjera të Prishtinës. Filmin të cilin e kemi realizu me nxënësat tanë këtu në shkollën gjimnazi, ne do ta prezantojmë edhe në disa shkollat e Prishtinës. T'ju japim nxënësit një mesazh që dhuna nuk është zgjidhje për asgjë, por mendoj që ne do të presim nga nxënësit që ata të vëdësohen dhe të ndalojnë dhunën kudo që tjetë ajo. Gatishmëria nxënëse ka qenë shumë e dur, domethënë kanë qenë të gatshëm çdo herë. Angazhimi normal është pak e angazhuar me punë, por ja dollëm, do më thane kryta me gjithë sukses.
Një nga aktoret e filmit, Delvina Muja, ka parë nga afër rastet të dhunës dhe bullizmit. Kjo përvojë shtyu atë të merrte pjesë me përkushtim në projekt, duke luajtur madje edhe rolin negativ. Roli jam ka qenë, vajza kryesore, bullizuesja kryesore prej qikave. Unë jam një shumë mirë, kur e ku marrë vesh që këna me bo këtë film, se shumë pëlqen filmat, pëlqen aktrimi, artet, përgjithësi. Mu më ka pëlqy që ku mujt me bo këtë rol, edhe pse u kon ashta rol ma negativ, nga ana negative, por unë edhe isha shumë krenare që po më zgjedhen grupi jam për me luajt këtë rol kaq kryesor. Thelbi i filmit do me thonë ka qenë një film për dy shoqe të ngushta, to janë konë ma kryesore, që njëra prej tyre e ka qëllim që më bo më e famshme në shkollë dhe ja fillon me najt me këto qikat me grupin ma të famshmet në shkollë me thonë. Ato do me thonë e qojnë ato në rrugë të këqia edhe i vinë shumë inate, vjen inate nga ato, për atë arsye ato e shtin që njerëz mos me dasht më me najt me to. Edhe pse kjo është shkollë me thonë ma respektuar dhe ka do me thonë zonë sa ma të mirë, isha shumë kësi sene duke ndodhur, do me thonë duke hinë në shoqëni të keqe sene. Unë menoj që një nga mesazhet e këtij filmit është që shoqja e ngushtë do me thonë e jotja, gjithmonë ka me qenë ma mirë se shoqënia tjetër, ti do me thonë më mësu me najt me kontadot. Përveç filmit, nxënësit kanë përgatitur edhe broshura me mesazhe kundër dhunës, duke e shtrirë ndikimin e projektit përtej ekranit në çdo formë të mundshme komunikimi.